Përshëndetje, miqteni. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2023. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush ju mendon në këtë moment dhe pse ju mendon? Do ta zbulojmë me tarot, shenjat e horoskopit dhe gërmat e alfabetit. Pra, kush ju mendon në këtë moment dhe pse ju mendon? Kush është arsye që ju mendon ky person në këtë moment? Pra, kush ju mendon? Është një person si ky mbret I shkopinjve. Një person me pak fjalë, që nuk shprehet, I mbyllur pak, I ngurtësuar, shumë I futur tek bota e tij e brendshme. Ty të shikon si një, dhe të mendon, gjithmonë si një mbretëresh të monedave, një femër të realizuar, të zhytur të tërë në bollok, në çdo aspekt. Me një lajm shumë shpejt nga ky person, ushtari I shpatës tregon lajmin e shpejt. Ky person ka qenë pak I zhgënjur me ju. Pra, ka marrë ta pika mbas shpine, pra ta fjalë negative. Dhe prandaja e keni lënduar disi, e keni zhgënjur. Dhe pse e keni, edhe pse e keni zhgënjur, përsëri ai ju mendon. Dhe vjen drejt jush me këtë lajm të shpejt. Treshi I kupave më tregon që ky person do të testojë me ty këtë gëzim kur vjen drejt jush, sepse ky person me ty është shumë I sinqert. Dhe pse është I zhgënjur dhe ka marrë këto shpata mbas shpine? Ky është një person magjik, është një person I konsoliduar në çdo aspekt. Dhe vjen me këtë lajm drejt jush, është jashtë, është në çdo çakër plot me moneda, punon fort, ka bollok, dhe është një person shumë I drejtë. Ju mendon në çdo moment dhe së shpejti me ty, që shikon një femër shumë të fortë, fuqishme dhe një femër paqësore, ai do të ndihmojë në gjërat që ju keni lënë të dy, pra keni diskutuar për problemet tuaja. Sepse në këtë moment ti je pak si e lidhur me listar me të fash dhe do që të kesh një shkëputje. Por ky nuk e pranon, vjen drejt jush sepse ka probleme dhe letra e diellit më tregon që ju të dy do të bëni një transformim, ky mendon gjithmonë gjëra pozitive të bëjnë me ju, një transformim dhe një ndryshim në jetën tuaj. Po marr një mesazh të ëngjëlve në këtë energji. Ç'më thonë ëngjël për këtë energji që ne sapo pam tek tarot? Një pohë e madhe, thot ëngjëlli juaj. Pra, një pohë e madhe, një përgjigje pozitive do të vi tek ju, gjithmonë duke menduar për ëngjëllin tënd mbrojtës. Sepse një histori dashurie do të lindë shumë shpejt, një histori e bukur dashurie, do të lindë shumë shpejt në jetën tuaj. Prandaj nuk duhet të shqetësoheni, thon ëngjëjt, sepse ju do të jepni një drejtim të ri jetës tuaj në çdo aspekt. Keni njerëz pranë që ju ndihmojnë, ju rin pranë dhe në kohët mëtej, në javët e ardhshme, ju do të keni një komunikim të qartë dhe të shëndetshëm midis njëri tjetrit. Me kë rezonon kjo histori, kjo energji, histori e bukur? Me kë gërm? Me gërmën K, me gërmën Z, J, S, I, R, O, B, L, D, Sh, N, dhe gërmën T. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me gaforen, luanin, britsjapin, ujorin, akrepin, demin dhe vigjereshën. Faleminderit shumë miqteni, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.